Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Qiyama. Ajetet nga 7 deri te ajeti 15. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Por kur syt I verbohen dhe të zihet hëna dhe dielli e hëna të bashkohen, atë ditë njeriu do të thotë ku të iki, askund s'ka streh. Atë ditë streha është e Zoti yt. Atë ditë njeriu do të vihet në dijeni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë. Po, vërtet që njeriu do të dëshmojë kundër vetvetes edhe sikur të paraqes shfaqësimet e veta. Komentimi. Njeriu është gjykatësi më I mirë I vetes. Në ajetet e kaluara diskutimi përfundoi me pyetjen që e kishin parashtruar mohuesit e ringjalljes në lidhje me kiametin. Ata thoshin se nëse kiameti është I vërtet, kur do të ndodh? Ajetet në vijim japin përgjigje kësaj pyetjeje. Ajetet 7 deri te ajeti 9 përmendin ngjarjet e çuditshme që do të ndodhin para ringjalljes, siç janë transformimet e mëdha që do të shfaqen në këtë botë, prishja e rendit të saj. Ajetet deklarojnë, por kur syt t'i verbohen dhe të zihet hëna dhe dielli e hëna të bashkohen. Po, cili është synimi I bashkimit të diellit me hënën? Komentuesit e Kuranit kanë paraqitur ide të ndryshme. Disa kanë thënë edhe dielli edhe hëna do të afrohen pranë ose të dy do të lindin në lindje dhe do të perëndojnë në perëndim së bashku. Të tjerë kanë thënë se të dy që do ta humbasin dritën e tyre. Ekziston edhe mundësia që hëna gradualisht në ndikimin e gravitetit të diellit do të afrohej drejt tij dhe do të bashkohet me të dhe më pas të dy do të humbasin dritën. Këtu tregohet për dy dukuritë më të rëndësishme revolucionare në fund të kësaj bote, pra eklipsi I hënës dhe I diellit dhe bashkimi I hënës dhe I diellit me njëri tjetrin. Kjo çështje deri diku është diskutuar edhe në ajete të tjera të Kuranit, për shembull në ajetin 10 të sures At-Takwir thuhet kur dielli të mbështillet dhe erësohet. Ne e dim se hëna ndriçohet nga dielli. Në kohën që dielli do të erësohet, edhe hëna do të erësohet, si pasojë rruzulli toksor do të bjerë në terr në një errësirë të tmerrshme. Pra fundi botës do të vijë nga një transformim I madh, më pas me anë të një transformimi tjetër madhor, me fryrjen e surit për herë të dytë që është edhe fryrja e vitalizmit, fillon ringjallja e njerëzve. Atë ditë njeriu do të thotë ku të iki. Njerëzit politeistë dhe mëkatarë që përgënjështronin ditën e kiametit, atë ditë nga sikleti dhe turpi I madh, nga bara e rëndë e mëkateve dhe e frikës prej dënimit, do të kërkojnë rrugë për të shpëtuar siç ndodh edhe në këtë botë kur njerëzit ndodhen përballë në një ngjarje të rrezikshme, kërkojnë rrugë shpëtimi. Menjëherë atyre do të thuhet askund, s'ka streh. Atë ditë streha është e Zoti yt. Në këtë ajet përveç komentimit të lartë përmendur janë paraqitur edhe komentime të tjera si për shembull, në atë ditë gjykimi përfundimtar është në duart e Allahut, vend për caktimi I fundit, në xhenet apo në xhehenem është me urdhrin e Allahut ose vendodhja për gjykim dhe kërkim llogarie është përpara Allahut. Duke pasur parasysh ajetin në vijim, komentimi që kemi përzgjedhur është më I përshtatshëm nga të gjithë. Disa të tjerë mendojnë se ajeti I lartë përmendur tregon udhën e përsosmërisë së përhershme të njeriut dhe është në të njëjtën linjë me ajetet e tjera që flasin për të njëjtën çështje, si vetëm te ai është e ardhmja, ose o ti njeri vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë do ta gjesh, apo kthimi I fundit do të jetë te Zoti yt. Thënë më qartë, njerëzit janë shtektar, ata e kanë nisur lëvizjen e tyre nga mosqenia për të arritur në qenie, ata kanë ecur shumë rrugë edhe në këtë areal sërish janë në lëvizje, por kësaj here drejt qenies absolute dhe ekzistencës së pafundme të Allahut, sa herë që nuk largohen nga udha kryesore dhe rruga e drejtë, kjo lëvizje evolutive do të vazhdojë deri në pafundësi dhe njerëzit çdo ditë do të hyjnë në një fazë të re të afërsisë me Allahun, por në rast se largohen nga rruga e tyre do të dështojnë dhe do të asgjësohen.
Më pas në vazhdimsi të kësaj bisede ajeti shton atë ditë njeriu do të vihet në dijeni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë. Për kuptimin e këtyre dy fjalive janë përmendur komentime të ndryshme. Së pari synohen veprat që njeriu i ka kryer kur ka qenë i gjallë në këtë botë apo veprat që kanë mbetur pas vdekjes së tij, përfshirë traditat e mira dhe të këqija të cilat i ka lënë mes njerëzve dhe ata frymëzohen prej tyre, veprojnë në bazë të tyre, tregohen mirësitë apo të këqijat që i përkasin atij, shkruhen në dosjen e veprave të tij, apo janë librat dhe shkrimet, ndërtimet e dobishme apo të dëmshme, fëmijë të dobishëm apo keqbërës, që veprat e tyre do t'i arrijnë atij. Së dyti me këtë synohen veprat e para dhe veprat e fundit që ka kryer në këtë botë, së ndryshe do të vihen në dijeni për të gjitha veprat që ka kryer. Së treti janë pronat që ka marrë para vetes dhe pronat që ka lënë për trashëgimtarët. Disa komentues të tjerë gjithashtu kanë pohuar se me këtë synohen mëkatet të cilave u kishte dhënë përparësi dhe adhurimet të cilat i kishte vonuar ose e kundërta e tyre. Nga të gjitha këto më i përshtatshëm është komentimi i parë. Në lidhje me këtë çështje po japim një hadith të transmetuar nga Imam Bakiri paqja qoftë mbi të, atë ditë njeriu do të vihet në dijeni për të mirat dhe të këqijat, të cilave u ka paraprirë si dhe për ato që ka lënë pa kryer, për traditat, zakonet të cilat i ka lënë pas vetes dhe ata që vinë pas tij të veprojnë në bazë të tyre. Kështu që nëse ka qenë traditë e keqe, do t'i shtohet atij si mëkat, pavarësisht nga numri i vepruesve sipas asaj tradite të keqe, pa u hequr paksuar atyre ndonjë gjë nga mëkati i tyre. Nëse ka qenë një traditë e dobishme, do të shpërblehet sa shpërblimi i tyre, por pa u zvogluar nga shpërblimi i tyre. Në ajetin vijues thuhet se edhe pse Allahu dhe engjëjt atë ditë do të vënë në dijeni atë për veprat e veta, një gjë e tillë nuk është e nevojshme sepse vetë njeriu është në dijeni për gjendjen e vet, edhe gjymtyrët e trupit do të dëshmojnë për atë në atë ditë të madhe. Ajeti thot, po, vërtet që njeriu do të dëshmojë kundër vetvetes edhe sikur të paraqes shfaqësimet e veta. Këto ajete pohojnë po atë që kanë dëshmuar edhe ajetet e tjera të Kuranit për dëshminë e gjymtyrëve të trupit të njeriut për veprat e tij. Për shembull, në ajetin 20 të surës Fussilet thuhet, e derisa t'i afrohen atij kundër tyre dëshmojnë të dëgjuarit e tyre, të parit e tyre dhe lëkurat e tyre për çdo gjë që ata kanë punuar. Kurse në ajetin 65 të surës Yasin Kurani thot, sot ne u mbyllim gojët atyre, neve na flasin duart e tyre kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan. Si rjedhoi në atë gjykatë të madhe të Kiametit, vetë njeriu është dëshmia më e madhe e veprave të tij, sepse vetë ai është në dijeni dhe i informuar për gjendjen e vet më mirë se çdo kusht tjetër. Përveç kësaj, Zoti ka dhënë atij njeriut argumente dhe dëshmi të shumta. Fjala basira është përdorur dhe me kuptimin vizioni dhe njohuri, edhe me kuptimin e personit të informuar, prandaj disa komentues atë e kanë interpretuar në kuptimin e arsyes të provës dhe argumentit për informacionin. Fjala meadhir është shumë si fjalës madhira dhe tregon gjetjen e një gjëje që zhduk efektet e mëkatit, edhe ky ndonjëherë është arsyetimi vërtet dhe real dhe ndonjëherë formal dhe sipërfaqësor. Disa të tjerë gjithashtu kanë deklaruar se fjala meadhir është shumë si fjalës midhar dhe shpërdorur me kuptimin e perdes dhe mbulimit. Në bazë të këtij komentimi, kuptimi i ajetit do të ishte kështu: njeriu i di veprat e tij, është i vetëdijshëm sado që të vej perde ndaj veprave të tij e t'i mbajë të fshehta punët e veta. Interpretimi i parë është më i përshtatshëm. Sidoqoftë, gjykatësia e asaj dite të madhe do të jetë Zoti i cili është në dijeni për sekretet e jashtme dhe të brendshme dhe e përcakton vetë njeriu që të jetë llogaritës i veprave të veta. Këtë mendim e gjejmë të shprehur edhe në ajetin 14 të surës El-Isra, lexo librin tënd, mjafton të jesh sot llogaritës i vetvetes. Edhe pse ajetet në diskutim flasin rreth ringjalljes dhe Kiametit, koncepti i tyre është i gjerë dhe e përfshin edhe këtë botë. Në këtë botë gjithashtu njerëzit janë në dijeni për gjendjen e tyre, edhe pse disa e fshehin fytyrën e vërtet me anë të hipokrizisë, gënjeshtrës dhe mashtrimit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku paqja qoftë mbi të thuhet, sa herë që njëri prej jush e zbukuron veten në pamjet e jashtme, tregohet mirëbërës, por në fshehtësi kur është vetëm kryen vepra të këqija, sa vlen vepra e tij. A nuk është vallë në dijeni në kohën që i drejtohet vetes që nuk është i tillë? Allahu i madhëruar thot në Kur'an, por njeriu është në dijeni ndaj vetvetes, kur bota e brendshme e njeriu bëhet fisnike, përforcohet dhe ana e jashtme e tij. Në hadithet që flasin për agjëruesin e smur, është transmetuar se një prej shokëve të Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, e pyeti atë sa është masa e asaj sëmundjeje që të lejon të prishësh agjërimin. Imami u përgjigj, njeriu është në dijeni ndaj vetvetes dhe e di se deri në çmas ka mundësi apo fuqi.